Numri i përgjithshëm i pacientëve të shtruar në spitale për janar-prill 2025 ka rënë me 1% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s. Rënja është shënuar dhe te numri i pacientëve të shtruar në spitalet psikiatrike. Sipas të dhënave të raportit të monitorimit të treguesve financiar të Ministrisë së Shëndetësisë për janar-prill 2025, numri të shtruarve në spitalet psikiatrike është paksuar me 3.4% pas një rritje të shënuar në vitin 2023. Pavarësisht rënies së përgjithshme të shtrimeve janë rritur rastet në kardiologji. Për periudhën janar-prill 2025, numri i pacientëve të trajtuar në kardiokirurgji është rritur me 18% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, duke arritur në 3.899 pacientë. Ky është numri më i lartë i pacientëve të trajtuar në kardiologji që nga viti 2020, duke sinjalizuar parashikimet e bëra nga mjekët për shtim të rasteve me probleme kardiologjike si rezultati i ndotjes së ajrit, kequshqyrjes dhe mungesës së aktivitetit fizik. Instat raportoi së fundmi se vit pas viti vdekshmëria si rrjedhoje e sëmundjeve të aparatit qarkullimit të gjakut po rritet, duke pasqyruar një stil jete jo të shëndetshëm. Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut përbënin 52.9% të totalit të vdekjeve një vit më parë, nga 51.7% në vitin 2023.